Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër. Do t'jetë një video shumë e veçantë, sepse sot unë do të bëj një transformim. Ju e keni parë shumë vite më parë që unë e kam bërë në shtëpi një transformim si Bora Zemani, dhe sot do të bëjmë një part 2 si Bora Zemani me këtë lookun që shikoni këtu. Unë po ju le një foto dhe kush më mirë se sa Salon Griselda do ta realizoj këtë gjë. Unë po ju le dhe këtu se ku ndodhet, është në Pogradec ky salon dhe ju do të shikoni punën se si do të bëjmë hap pas hapi këtë transformim. Por si fillim, nisim nga larja e flokëve, sepse unë kam larë vetëm trupin në shtëpi, në mënyrë që çdo proces ta bënim këtu. E di që pjesa ime preferuar është kjo kur lajm kokën. Më bëj një masazh, se jam super e lodhur. Ne mamat kemi shumë nevojë që të masazh. Produktet që përdor janë të huaja apo ndonjë brend shqiptar? Shumë mirë. Ne ndërkohë jemi duke bërë procesin e parë, normalisht larja e flokëve është ajo që është kryesorja për të bërë atë krejen e borës pastaj. Dhe e di që unë i kam baluket kështu edhe besoj që do na dalë mirë, por mund të bëjmë ndonjë prerje nëse do na duhet? Okej. Dhe pastaj mendoj që te pjesa e make-upit, unë në fakt nuk kam bërë kur një transformim make-upi, kështu transformim. Kështu që them se do ndryshoj goxha, se dhe ai ishte një make-up goxha i rënduar. Mezi po pres. Qa do pyesja unë, po kështu kursante pranon? Po, pranoj. Në fakt jo se dua të vi për vete, se unë e kam bërë një kurs. Po që njët nga Ministria me. Kam në dy shoqe që më kam pyetur në fakt. Do të thënë njihet edhe nga Ministria. Okej, po të doni ju që jetoni Pogradec të bëni një kurs, shikojni çfarë pune do bëj Griselda dhe mund të vini edhe ju këtu. Unë kam ardhur dhe të tjera në këtë salon, ju që më ndiqni prej kohësh e dini, kur kam bërë një lyerje flokësh, por ju që se keni parë, shikoni pak tani se sa saloni kanë që ma shikoni pak ambientin, edhe gjë që më pëlqen shumë është që janë këto pemët kaq të bukura, sidomos në dimër kur e pija kafe në Ikendi aty me zjarin afër, dua të jetë dimër. Kemi pasur këndë. Po. Ka qenë shumë lezetshëm, por dhe tani më pëlqen shumë me këto kolltuqet shumë bukur. Tani unë them ti le këto llafe, se unë llafës çiksi shumë. Edhe të krihemi. Apo çfarë do bëjmë tani? Nuk do krihemi tani, çfarë do bëjmë? Po, do i... Jo, them do bëjmë krefjen e saj apo vetëm tharje? Do i bëjmë edhe tharje edhe krefje. A, do ta bëjmë tani krejen? Po nuk do ta tregojmë. Jo, në fund. Okej, ne do ta bëjmë krejen, por nuk do ta tregojmë. Do t'i kapim pak flokët që ju mos të na i zbuloni. Në fund fare, pas make-upit të shikoni lookun përfundimtar. Mua po më duket o Griselda sikur që tani po i ngjaj Bora Zemanit, mendo të lyhem. Gjithsesi, dua t'ju tregoj pak të ambientin tjetër këtej. Kemi ardhur tek zona e make-upit, sepse aty ishte zona e krejes. Ndërkohë që jemi duke nxjerrë dhe këto paletat. Tani jam shumë kurioze. Unë kur bëj make-up, e nis gjithmonë me bazën. Unë e kam bërë që në shtëpi skincare-in, kështu që jemi gati. Kam edhe kremin e diellit, besoj që jam e hidratuar mirë, edhe do më nisësh pastaj me fondatinën, po çfarë do nisim si fillim fare? Vetullën, gjelën, me vetullën, syri do me thënë. Do me thënë vetullën e një njeriu që si lyen vetullat kur, të shohim si do mdalin të lyra, jam shumë kurioze. Dhe gjithashtu pastaj, apo ta themi hapasapi. Okej, rini këtu që të shikoni se çfarë do vi pas vetullave, por shkojmë mirë tek vetullat. E di sa e çuditshme më duket të lyej vetullat, po sa bukur duken. Wow, ere pa që lyej vetullat e beson ti, që si kam bërë kur. Mendon se kam shumë nevojë ta lyej vetullën apo? Jo, ti formën e ke, thjesht duhet pak ngjyrë. Edhe për të gjithë që më pyesni a i kam bërë vetullat, nuk i kam bërë. Ndërkohë që jam duke u çuditur, Griselda është duke më thënë mos u tremb, edhe ma bëri një prank, se po mi rëson shumë vetullat, ai nuk e di çfarë ka ndërmend të bëjë,
Po tani ashtu kemi rregulluar. Do të më tremte, po në këtë pjesë nuk e xhirova dot, kur I thash mos po më bën ndonjë prank. Pra, vetulla në të vërtet do dalë kështu, dhe jo si kjo që kishte dalë trazh. Gjithsesi, më duket se Bora e kishte shumë drejt Ishte vetulla. më harka, jo, po në të vërtetë ne nuk mund ta ndryshojmë dot formën, se ti e ke me kënd vet. Ajo ka si hark, si drejt, ne e kemi me kënd, ëh? Po. Tani këndi sule, çfarë ti bëjmë ne? Mund të shikoni vetëm kaq, nuk po e afroj shumë, që në fund të shikoni përfundimin, por fillimi mirë thuhet, gjysmë e punës, ëh? Kështu që tani kemi smokey eye, dhe që ta dini ju s'kam për kur smokey eye, pra sy shumë të rënduar të lyer, kështu I bie tjena. Kështu që jam shumë kurioze. Ndërkohë kemi filluar me syt, dhe pastaj çfarë do bëjmë pas syve? Do mbarojmë tonin me syve dhe do bëjmë qepikët. Çfarë do bëjmë në qerpik apo jo? Po. Se s'do ti? Do bëj qerpik. Edhe qerpik s'kam vënë kur, vetëm do njërë kështu, sa I kam provuar dhe I kam hequr. Mos jap fare tani. Jo. Arofa. Ndërkohë jemi duke bërë syt, po dua t'ju them që Bora më pëlqen shumë, shkoni sa e bukur është, dhe ne ndërkohë që po mundohemi t'i bëjmë syt si Bora, mirë jemi në rrugën e dur. Po. T'pëlqen Bora? Po, shumë më pëlqen. Tani hapi radhës është? Do vazhdojmë me fondatina. Ne do Okej. vazhdojmë prapë me syrin në pjesa poshtë. Dhe unë mendoj që tani të shihemi në fund fare tek përfundimi. Do ju tregojmë pak edhe Më mirë kur... surprizë. Po, më mirë surprizë. Do ju tregojmë pak edhe kur të lyen buzët, pak bronzer besoj, Po, shumë patjetër. pak, edhe shihemi në përfundim. Ndërkohë unë po pres dhe motrën, se më ka thënë që do vi, por si duket e ka prer biletën shumë larg, s'po vjen. Na vi me anxhje, sa mirë. Po. Po mbulojem pak që mos më shikoni se e zbuloni tamam lukun, por tani po bëjmë konturimin e fytyrës. Më doli një qerpik këtu. Ne kemi përfunduar pothuajse gjysmën e punës, jo gjysmën, 90%. Kemi vetëm, më prit se u duka. Kemi vetëm pjesën e buzëve, kështu që vazhdojmë me buzët. E pak pozicion buzëqesh pak. Dhe gati për të parë përfundimin. Ky pra është përfundimi, nuk e di si ju duket. Në fakt, Bora I ka flokët, si me shkallëzim po ta shikoni te pjesa këtu, por unë nuk doja t'i prisja se më pëlqen shumë kështu që baluken e kemi njësoj. Tani më tregoni nëse ja kemi arritur që të bëjmë lukun njësoj, ndërkohë do t'ju le edhe disa foto këtu, vendosni një notë nga 110 se sa ja ka arritur Griselda të bëj këtë luk, dhe mos harroni që këtu mund të bëni kurse, make-up të ndryshme, pra keni trajtime të ndryshme. Tani normalisht unë nuk mundem të dal kështu, e lyer në qytet. Kjo është puna ime dhe e kam bërë këtë luk sa për video në YouTube-it. Më vjen keq të afshi këtë make-up, por më duhet të afshi dhe të ik. Por para se të ik, dua t'ju them që ju dua shumë të gjithëve. Mos harroni që lexoj çdo koment e vazhdo të shihemi në videon e radhës.